Duke folur për zbatimin e vendimeve të Kongresit të 5 të partisë për vënien e interesit të përgjithshëm Në fillim ishte kinemaja, më pas televizioni. Ato na ushqenin me kronika gri, me shumë propagandë dhe pak të vërteta. Fjala zhurmues ka ngacmuar në memorien tuaj. Ka bërë zhurmë në skutat e thella të kujtimeve, duke sjellë në imagjinat televizorin Iliria Bardezi. Një televizor me një bandë të vetme, atë të VHF-s. Bandën tjetër UHF e sajuam vetë me atë që quaj kanoqe e grupit. Kështu nedve, ngrinim antenat dhe mundoheshim të eliminonim zhurmuesin e kanaleve të huaja televizive. Po cili ishte zhurmuesi që bënte lavazhin e mendjeve tona? Mirëmbrëma. Sonte do të qëndrojmë në një nga ngjarjet më të veçanta të periudhës së diktaturës, revolta e Spaçit në majin e vitit 1973. Një revolt për të cilën diktatura komuniste bëri 4 kurban, 4 prej të cilëve konsideroheshin si kryesorët e kësaj revolte. Dervish Beko, Hajri Pashaj, Pal Zefi dhe Skënder Daja. I ftuar sot në histori me zhurmues është vëllai i njërit prej viktimave të kësaj revolte, Zoti Agim Beko. Mirë se erdha. Mirëmbrëma. Tash tip do të kaloj pak në retrospektivën e viteve. Gjyshi im mbaroi studimet për ciklin e rrymave të ulta me inxhinier Noc Naraqin Shkodran dhe ka vendosur linjën e parë telefonike në Shqipëri, nga Veriu deri në Mallakastër. Në Mallakastër plasi lufta dhe pastaj kundërprekja. Reforma famëkeqe e 46-s na preku si gjithë tjerët edhe neve. Në 47-ën na i muar tokën dhe na lanë vetëm me 3 dynim tokë. Gjyshi vdiq, la 2 djem, babain dhe xhaxhain tim. Në korrik të vitit 55 u arrestua babai si rrjedhoi, u dënua 12 vjet burg për agitacion dhe propagandë. Dihet persekutimi, por unë e kam të jetuar këtë, sepse na konfiskuan të gjithë pasurinë. Shtëpinë që e kishim 2 katëqe, na i bën shkollë. Nuk mjaftoi kjo, por na internuan, na hoqën nga shtëpia dhe s'kishim të drejtë të ktheheshim në shtëpinë. Mbasi e bën shkollë, na quan me urdhër të ish sigurimit, na shpunën në shtëpinë në një shefos e kuzhinë, më mirë ta them, të një kushriri. Ne ishim 8 fëmijë, gjyshja 9, mamaja 10 veta, jetonim në një sipërfaqe shumë të vogël të pabanueshme që Ju ishit djali i madh i familjes? Unë isha djali i madh dhe isha 13 vjeç në atë kohë kam qenë. Kam lindur në 42-shin. Në këtë kohë shkoj të takoj babaj në burgun e Korçës. Unë isha fëmijë natyrisht dhe më tha,
unë kam lënë një burrë në shtëpi. Mendoni, një 13 vjeçar ishte burrë për shtëpinë. Nga kushtet shumë të vështira më kanë vdekur dhe 2 vëllezër në atë ashef ose në atë kuzhinë të quajtur, tash u quajtur kuzhinë se si ishte kuzhinë. Për 2 vëllezër në çfarë moshe ishin ata? Një ishte 3 vjeç, Esati, dhe shpëtimi ishte 5 vjeç. Nuk e harroj, nuk më del nga mendja, sepse në atë kohë kur vdiq Esati 3 vjeç, e kam të regjistruar në tru. Ardhi Hoxha për ta larë vëllajnë dhe unë me një brik të verdhë i shtinja Hoxhës sepse i kishim një izolim total dhe nuk na hynte njeri. Ne ishim si familje s'kur kishte rënë lebra. Nuk futeshe absolutisht asnjë njeri tek neve. I shtinja Hoxhës për të larë kufomën dhe më shumë binin pikaloti mbi trupin e vëllait se sa ujë për ta larë. Mendoni çfarë gjendje e tmerrshme ka qenë për familjen tonë. Mbas kësaj vdik dhe vëllai tjetër dhe ne ishim në gjendje mizerabël. Kemi jetuar në një gjendje shumë të keqe për arsye sepse merrnim 7 kg misër na jepte këshilli i fshatit, e merrnim në grumbullim në Pogradec dhe me këto 7 kg misër jetonim për një muaj e gjithë familja. Sa vjeç ishte Dervishi në këtë kohë? Dervishi në këtë kohë ka një diferencë nga unë prej 4 vjetësh. Ajo ishte datëlindjes 46, unë jam datëlindjes 42. Dervishi në këtë kohë ishte i vogël, ishte i mitur. Babai mbasi u dënua 12 vjet burg, me punë në burg sepse e kapën 3 amnistit atëre të asaj kohe, fitoi 4 vjet edhe me punë, edhe nga amnistit dhe doli mbas 8 vjetësh nga burgu. Edhe njerëzit e afërm tonit u larguan të gjithë, me përjashtim të dhëndurëve që kishim dhe shumë të afërt, të tjerët nuk vinin. Kishim një izolim total nga fshati. Gjatë kësaj periudhe që ardhi babai nga burgu, ne menduam se mbaroi kalvari i vuajtjeve tona. Nuk ishte të mbaruar kalvari. Për arsye se do të vinte viti 71, në këtë kohë unë u rrita punonja në fermë, sepse s'kishte 2 rrugë, ishin o në fermë ose në minirë. Në atë kohë kur u lirua babai, ne mundëm të bëjmë në trullin tonë një ndërtesë që futëm kokën brenda. Por arrestuan vëllai në vitin 71, 12 vjet burg, u dënua me motivacionin për tentativa ratisje, për agitacion dhe propagandë. Pra u arrestua Dervishi? U arrestua Dervishi. Ndodhej? Vëllai ishte në atë kohë në Elbasan, punonte në metalurgji. U shkëput nga familja, mbasi u martua, kishte krijuar familjen, por familja e vajzës që kishte marrë ishte me biografi më të mirë se neve. Dhe për ta ruajtur ajo nda nga ne dhe iku në Elbasan punonte. Në këtë kohë kishte edhe djalin Leonard Bacon, djalin e vetëm që e la motak. Kështu që kalvari nuk ishte mbaruar. Pra në 1971 u arrestua në Elbasan, mbas 6 muaj hetusi, unë së bashku me babain, shkoj për të atakuar, mbasi kishte mbaruar hetusia, por nuk kishte dalë në gjyq. Kishim pak ushqime për t'ia shpënë. Do të them dhe këta që në burgun e Elbasanit, në oborrin e burgut, takoj me xhelatin e Kuq, ish kryetari degës asaj kohe me një trup të madh gjigant Nevzat Azdendarin. E njohu babain dhe i thot: "Nuk vure menti, por soll edhe djem të këtu. Këtu do të ngortni, më fal, do të vdisni të gjithë." Nuk na lan të takojshim me vëllain, nuk i mbajtë as ushqimet. U kthyem në shtëpi sepse duhet të dilte në gjyq, pastaj të merrte dënimin dhe mund të atakonje. Mbas 3 javësh doli në gjyq. Siç i bënin gjyqet në atë kohë, u dënua me 3 dëshmitar okular që vëllai nuk ish pranuar në hetusi dhe edhe sot është dosja e tij pa e firmosur sepse këta ishin njerëz falco që ky nuk i njifte fare dhe nuk pranoi asgjë. Megjithatë u dënua 12 vjet, po njësoj si babai për agitacion dhe propagandë.
dy nene, agitacion propagande, gjoja tentativë, në thonjza, tentativa ratisje. Nuk ishte e vërtet, se po të ishte për të aratiseshe aty i kishte shumë afër kufijin, e kishim klonin dhe nuk do aratiseshe nga Elbasani. Në Pogradec? Po, në Pogradec. Por problemi ishte që spionët e sigurimit të asaj kohe, lakejtë më mirë them të asaj kohe, një operativ i Pogradecit të asaj kohe, që ishte në Elbasan dhe që e njifte si preardhje, në njifte si familje, ne gjyshin, babajin që ishte në burg, kështu që kapi lotaria vëllajin tim. Përfundoj në burgun e Spaqit. Përfundoj në burgun e Spaqit. Atje, mbas 3 vjetësh, plasi revolta e Spaqit. Çfarë ishte revolta e Spaqit? Revolta e Spaqit, zoti Pandi, atje ka qenë akumulimi i vojtjes, i torturës, i punës të detyruar të gjithë të burgosur e politikë. Një ditë për ditësh në orën 6:20 minuta mbi teracën e kampit të Spaqit, sepse kanë vajtur në 20 vjetorin e revoltës të Spaqit, 3 fishohen rojet e brendshme. Të gjithë të burgosurit të merrohen nga kjo dhe po fillojnë. Këta duke u futur me operativin e kampit, shajnë dhe provokojnë të burgosurit, sepse 4 të burgosur ishin në Biruca i kishin dënuar me pa të drejtë. Nga puna sklavëruse e revoltës së Spaqit, ishte një punë çnjerëzore. Në të vërtet duhet të punoheshe 8 orë, pa atje 2 orë i mbanjën para se të futeshin në tunel dhe 2 orë të tjera i mbanjën duke i nëmëruar, duke bërë apelin, kështu që vazhdonte nga 12-14 orë punë të detyruar. Ky akumulim i viteve shpërtheu në ato momente. Dhe ç'ndodhi? Një i burgosur politik aty mori levën dhe shpërtheu Birucat. Ata 4 të burgosur u bashkuan me të gjithë këta 1000 veta që ishin të kampit. U detyruan dhe shpërtheu si një vulkan, si një erupcion i madh, shpërtheu kjo revoltë, sepse për kushtet ekonomike të këqija, për torturat, për fjalët ofenduese, sepse keni parasysh, ajo që nuk bënte normën, lidheshe me tel, me gjemba, me pranga, rriheshe dhe ktheshe prap në punë për të bërë punën e detyruar për të nxjerrë piritin dhe kromin në Spaq. Shpërtheu kjo revoltë, të gjithë të burgosur politiku ngritën në këmbë. Ata roje që ishin brenda kampit lanë kapelet se u ndeshën tamam si një ndeshje gladiatorësh, por jo gladiatorësh, zoti Pandi, sepse gladiatorët ishin në kushtet barabarta, ndërsa këta nuk ishin në kushtet barabarta. Kini parasysh që këta ishin të burgosur dhe nuk kishin as armë, as gjë, kishin vetëm atë idealin e madh që kishin në kokë. Ndërsa ana tjetër ishte oficerët me armë, me shkopinj, me bishta lopate. Dhe në krye të kësaj revolte ishin këta të 4. Dervish Bejko, Hajri Pashai, Pal Zefi dhe Skënder Daja. Në këtë revoltë ishin këta të 4, sepse këta ishin iniciatorët që shpërtheu kjo revoltë,
bartë. Unë isha dënuar që në vitin 69 dhe kisha për 4 vjetë burkat. Dhe mund të quesha i burgosur i vjetër. Banonja, më mirë them flijan e ka panoni le. Dëgjojmë zhurmë dhe dalim, të gjithë. Ndërkohë që dalim, shikojmë pal Zefin, i cili që e retrete që refuzonte të delte në punë, nuk punoj për komunistët. Kanë futur në burg, dhe të më mbajnë, si që mbajnë burgosit politikë. Me 21 maj, konstatuam që hyri një sasi me madhe policës, se sa duhe, bashkë me ta dhe operativi. Forcat e punës brigadat ishin radhitur si për soletës, për të dalë në punë. Në krye si gjithmonë ishte tarti e qanin me një qenin tonë, që e këshim rritur që të vogël, dhe nëzirin malin e familjeve tonë, atë fëmijëve tonë. Është interesante se sa shikonte të veshur, ushtarak ju lihte. Ndërkohë kalon operativi. Fezi Lico nga Vlora. Dhe i thotë këti palit, Zoti falë të preje, a i do mbetet përjetësish bashkë me të tjerët, erojnë të sfaqit, në përjetësi do mbetet. Ky, si gjithmonë, i zven kurizin barakes dhe me i levë, e kuri me dorë. Po ti, thotë operativi, do besh luftë me qeverinë, së përgjeq fare, kalon një dyti përgjeqësi i zyrës teknike, me di Noku. I thotë, dorzoju, i thotë edhe i sullet. Ky pati kohë i tha, nuk kam pun me ty, kam pun me qeverin, i tha, se ti jemi poshër se këta, i tha. Policët. Po përderi ca ambuk një kazan, tha, po që e vëllat. Ajo sul, ngriti levën e goditin kuris, me diura barkasit. Ndërkohë përfitoj operativi usul. E goditi operativin në cep të kapeles, i ra kapelja post edhe në thup. Atëri usulën policët. Atëri idhet një plak që ishte numërus nga minoriteti, Theofila Gjika. Ishte i moshuar. More, tha, po na i marin djali në sytë tonë, tha. Mjaftoj kjo dhe usullëm të temë. Sa të burgosur ishte? Afërsisht ishin gati 700 të burgosur. Ndërkohë tani filloj përleqja me policët. Mirë po edhe ne kishim dim aty të burgosur, që ishin e të servitur, kur i thonë fjallës, edhe për këto artet e vetë mbrojtjet, qofë për mundi, qofë edhe për bokse, mund të përmend tani që usullën të parit. Dervish Bekon, mund të përmend Demir Pojanin, mund të përmend Çavush Çokun me gjithë të vëllanë Bedri Çokun, mund të përmend Pavlo Popën nga Shkodra. Aty ishte e gjithë Shqipëria nga të gjitha krajinat. Vjen një moment që policët ikin me ata rrethimin. Dervishi i thret, ku vini o trima, i tha, keni lënë këtu yllin komunist. Ndërkohë tani, u alarmua komanda dhe mbasi 2 orësh vjen Suleman Manoku, që ishte drejtori i përgjithshëm i burgjeve dhe kampeve të Shqipërisë. Në atë kohë, Feqorqeu ishte ministër. Vjen Suleman Manoku e thotë, mund të hy brenda, thotë në këte, nuk që acaruar tamam problemi. Hajde, thamë, hyri brenda dhe ne po i ankoheshim për kushtet e këqija. Po i ankoheshim për ujnë me acit që, po i ankoheshim për atë gjellën që
Edhe vetëm gjellën nuk ishte kur i thonë fjallës. Imagjino të një prishtë të grirë të zirë aty me ndorë kripën, ose qepë, ose patate, ose këto gjërë. Dhe do sjarojnë të tëra, do sjarojnë, do regulojnë, do benë. Dërko më aktivët këtu tani, që debatuan me Sulejman Manokun, ka qenë Njazi Bilikbashi, ka qenë dhe Syria Lame. Syria Lame, të dy këta e kishë për herë të dytë burgu. Turni pare, vajti në punë, u binë. Dhe pati një farë qetësi në këtë periudhë. Kur këthet turni i tretë, nga puna. Ndërko, u provokuam sepse ata s'po bente tani komanda, po i thëriste një nga një këtu. Po i thëriste një nga një. Pali duke parë për masat që mori revolta, mendoj më mirë ti i ki ulle të më dënojnë. Se u razi nga ne të gjithë, kalon pali. Kalon nga një tel aty, jëtë edhe marin, ata e futin birucë. Atere, u rikujtua edhe njërë ajo e mëngjesit, edhe vendosën të tërë. Që nuk dorëzomi, filloam të shkruanim parula, që të sensibilizonim të gjithë të burgosurit dhe thërisim liri drejtësi. Pashu, thërisim, duam një komision nga fuqit e mëdha, kryesisht nga Amerika, sepse jemi dënuar me pa të drejtë. Shikoni dosjet tona. Parullat të këtilla. Këndonim hymnin e flamurit, këngë patriotike këndonim, derisa u erë. Ndërkohë, u ndërpre ushqimi, u ndërpre ujit, por fatmirësisht s'kalta banja, ishte mbushur me ujë dhe e pandezër. Kështu që andej po furnizoheshim. Sa të burgosur ishit të protest? Tani mund të them që nga 700 veta 600 ishin. Të tjerët jo se ishin frikacake, por dikush kishte edhe 3 muaj. Dikush kishte edhe 6 muaj e invit fjalla vjen. Dhe dieshin pasojat e ty. Po, unë po them që të gjithë morëm pjesë. Po atë mbrëmje, ikën këta të birucave dhe u bashkuan përsëri me ne. Atere filluan të qellojnë ata, rojet, karakolka, kujqeret e rotull, qellonin për këta që dolen, qelluan direkt që të vrisin. Mirë po, i ruajt e Zoti. Ditën e dytën, që në mëngjes, nuk e di si me magji organizoheshe shtabi, kur i thonë fjallës, organizoheshe gjithë shka. Edhe më mbajtë regulli që mos merte për masa ordinere. Mos shkatërose e gje aty ishe edhe një si pun dyqani. Aty kam parë një diçka që i tha njerit aty se tha më po ne do në vrasin, tha. Këna shukot, të paktën. Mos razot dyqani, tha me muaj mori, i tha i bidon vaj, i tha sheqer, nga e tia. I tha mjell, i bej petull e qartë të tua që i tha ha, edhe mos razoti. Në dyqan edhe mos bej gjera ordinerët, ne ime politikanët. Kështu që u vendos që të ngremë flamurin. U gjendë një beze kuqe e jorganit të Neim Pashajt. I burgosur i vjekët, Neimi ishte këte nga Tepelena në mos gabojme. Dhe me si vlashi ka mati, gjetëm bojrat edhe e pikturuam atë Shqiponjën. Dhe e ngritëm duke kënduar hymnin e flamurit. Të bënte përshtypje një gjaj që e qëllonin snajperat shtizën e flamurit. Dhe nuk, Zoti vetë e ruante. Nuk e godisin dot. Tani, në mbrëmje vjen Fecorsheu.
Atëre, lasë ajo me madhe, kur i thonë fjallës. Le të vi një delegata juaj, të bisedoj me neve. Thamë neve, jo, të vini ju këtu në ne. Hajdeni, ne jemi shqiptarë, jemi njerëz me tradita dhe nuk ju gjenë gjë. Ani filluan oratorë të ndryshëm debatonin me këta e feqorshem dhe për të natën e natës. Korpus i Burelit, nuk e di po që shikonim dritat në atë kthesën që vinte nga Ripsi, ajo kthesë aty, dritat e makinave, ku diun sa 30-40 që shikonin makinat që vinin qënde, dhe spa që gjithë u rrethua me 3 rrethime. Natën shikomin zjarët, ata në projt. Spa që është një vend që të kujtojë atë ferin e Dante, sa mamë si pun hinke, nga të gjitha anët ishte me male edhe prinj. Përfundimisht, po thuaj se gjithë natën u debatua me ata. Lamë roje, lamë sunë. Aty ishin këto stendet e emulacionit socialist, edhe ishte Emin Gjoka nga Kuksi. I thash unë Eminit, si që isha unë njeri gazmore, i qeshur e mirja gjithë shka këshu, që së përber do bet. Këto përlo që na morëm qafo, da Emini, thash unë. A ti dikim, tha i ti marë. I vëm kapis në mes aty edhe, ju vëm zjarin i dojgjë. Të gjitha debate që u bënë, mbaj mend Luan Burimin. I tha, Feqorqeut, e keni prapa veshi, tha, se nuk do vini më gjatë. Po pasaj, tha, pasaj do vini ju në vend tonë, tha. Edhe ne, do vim atje. Po tha, pa do mete një gjallë. Po, kemi fëmijë, tha, kemi familje, kemi, se vrizit do tërë Shqipërini, tha. Po kësu, ka debatuar të tjerë, ku filluan të qëllojnë ushtarët Skënder Daja. Jo për titi, unë para 2 vitës kam qenë ushtarë, tha, që me riu. Më qëlloni neve, se ne jemi vlezit tuaj, jemi prindët tuaj, tha. Po qëlloni ushtarë ata oficerët që u gënjejnë. Dhe mund të them për të gjithë që debatuar me te. Kështu u gëdhi nata e dytë. U përgatitëm për rezistencë. Aty në Soleta, që i thosh ne ku ishim banjat. Qarë mund të grumbullonin tani kur i thonë fjales, nojnë tullë, nojnë copë, hekur nga to të finxanave të elektrikut, nojnë di që ka e tjilë që u gjenda, të u përgatitëm për ditën e fundit, na bënë thirje për të dorëzuar. Dhe u pa që s'kishe rrugë tjetër. Filluam, po dorëzoheshim të gjithë të lidhur 2 nga 2. Rrethja 20 veta që ndruan në fund. Si për aty në Soletë dhe rezistuan mund përmen Gëzim e Dollin, Dashor Kazazin, edhe shumë të tjerë. Ata i nëzuar me barela, që mezi ju rekëtin të damari kur e të një. Për para ne që ku në nëzohën aty a shrethimi të lidhur të tere, unë kisha para meje Hajri Pashën, a Malakasër. Ti i thotë, Feqorqeu, je aji i biri e ati që vrau e rojnë të e kalit. Hajri Pasha i thotë, jo që nuk i vrau, thot, po t'i vri se mirë do bëndet. Se klysh qenë si ty ata. Po ti, thot, ishe lepur ferash, që nuk të kapi që kundi, se ishe fqieshen, e kështu nuk ka partisës. Merin i thane, arde marën rojet, do më vrasës, ma tha, e ti unë do më pushkatosh, po nuk kështu e mini. Sa do, tha, të tebet në vrisin këtu, tha. Nuk kështu e një populli tërë, tha. E aty pasaj, filloj me emra, ose rrisaj. Ky u thrirën rreth 120 emra. I morën të tjerët në lëshmuan.
u hapën nga 6 qendra hetuesie. 6 muaj kampi qenë në gjendje hetuesie. As takime nuk ishim, as korespondencë me familjet. Tani, 12 kryesorët që u arrestuan, grupi që u quajtë si grupi kryesori i kësaj pune. Gjyqi u bë me orë, që atë ditë. Kush ishin 12 kryesorët? 12 kryesorët, ishte Luan Burimi, ishte Sami Dangliu, ishte Pal Zefi, ishte Skënder Daja, ishte Pablo Popa, ishte këta Vledi Coku, qause dhe Bedri Coku. Ajri Pasha sigurisht ishte. Dervishi ka qenë një kolos i vërtet, mund të ishte një 75 i gjata, një 80. Me Demir Pojanin edhe Demiri ishe. Tamam. Bukuria edhe forca mashkullore e shqiptarit, kur të thamë qërës. Këta, po të thuaj të tërë, 4 nga këta u dënuan me pushkatim. Të tjerët ju bërë dënimi 25 vit. Pa marësi sa i kishe. Ku bë gjyqi? Aty u bërë, në komandë. Ndërsa të tjerët rreth 100 veta të tjere u ridënuan. Kryesisht në Reshen ju beshe gjyqi këture që u ridënuan. Tani, urdhi ishin për të pushkatuar 4 veta. Këta donin pushkatonin 6 propozuan. Thanë 4 mjaftojnë. Donin të pushkatonin Luan Burimin nga Erseka, jati pushkatuar këshjen, dhe të falin Skënder Dajën. Me të voldin, aq ishte një 24-5 vjeçisht. I binte e kitarës, binte më kujtohet. I thoshin Cupilne, kush më dëgjon nga këta pjesëmarrësit e Spacit, do t'i kujtohet tamam. Mirë po Cupilit i thane, kërko mëshirë dhe dënoje gjesin tënd, që të falet jeta. Edhe 10 jetë të kisha patur, tha. Të 10 kështu do t'i përdonja. Edhe po të më falni jetën, unë prap do ngre një revolt të tjetër. Kështu që i morën dhe i ekzekutuan të 4. Pal Zefi, ishte Skënder Daja, Ajri Pasha dhe Dervish Beko. Si që më tha një nga ta policët, se nuk ishin gjithë shumë të këqin, kur i thonë fjallet. 12 plumba, tha, në mos më tepër me zira për dhe Dervish Bekoja. Dhe sari qëllonin, a i pështynte. Sari qëllonin, a i pështynte. A ka dhe një policë me gojnë e ti këtë. Unë kisha shumë më muhabet me Dervish Bekon, dhe njësa me Dervishin, që në Korçë se pavarësisht ai që ishte nga Sarova, i jati e veri kishtë në burke dhe i për politik, por gruan e kishte marrë Dervishin nga Korça, në lagjen tonë aty. Edhe njëja që para se të internohesha. Unë isha pak mi masë ata, sigurisht. Dhe që të 4 kanë qëndruar tamam si trimat edhe në momentet e fundit. Si që në tregonin ata policët aty. Zoti mua më dha të delin poetik dhe plus artikujve dhe plus të tjerave unë kam bërë edhe një poemë për revoltën e Spacit që e titulloj Ja vdekje, ja liri. Po më lejuat, do deklamoj vetëm atë poezin ato 3 strofa që ja kushtoj Dervish Bekos. Dervish Beko, shpirë zëmbaku, trupin lis, kokën në re, 12 rëkera gjaku, gjersa u platit për dhe. Mendoj gruan filikat, mendoj nënë gjithë s'kish, foshin që e la motak dhimbja, shtoj 10 fish, por nuk e pet fisin djerë. Ati ti, fisnikëri, u burgos 2-3 herë për në noke Shqipëri. Revolta e Spacit, ndoshta është pika mes pikatur e qëndrisës antikomuniste të burgosërve politikë, gjatë gjithë periudhës së diktaturës.
Me Dervishin ndodhi kjo. Mbasi unë poshtë nga helikopteri e 15-20 sampista, unë poshtë duke i thyer krahun, shpatullën dhe me gjysmë shpirti kalon në tezgë, se kështu kaluan të katër këta që ishin kryesorët. U krijua një gjyq special duke kaluar në 800 burra. Dervishi thot, po ju le amanet Lonardin, djalin e vogël që e kam 1 vit, dhe amanet motrat mos mi marrin në përkem komunistët. Këto ishin fjalët e Dervishit. Krijohet një gjyq special brenda kampit. Do ta them dhe trupin gjykus sepse e kam në mendje atë. Kryetari i trupit gjykus ka qenë Ilmi Telegrafi, Ymer Aliko, Kemal Shehu dhe prokuror ka qenë Zaim Iftari. I dënojnë në këta pa revokim dënimi, me pushkatim të 4 djem të rinj dhe mendoni që ishin nën 30 vjeç. Dhe për ironi të fatit do të them dhe një gjë tjetër, Hajri Pashaj është dënuar kot së koti në këtë, sepse ka qenë një tjetër. Ka hyrë Feqor Shehu, me qenë se njiftet jatin e Hajri Pashajit, dhe thotë, hiqni një dhe futeni këtë qenë aty brenda. Dhe e merr dhe e fut kot, dhe kështu është dënuar Hajri Pashaj, kot së koti, sepse i tha Feqor Shehut, në atë kohë ti i fshinje këpucët babaj tim. Hiqeni futeni këtë dhe e mori dhe e vrau. Hajri Pashajin. Po kështu u vra dhe vllajim, po them, nuk mund t'i ndaj, janë të 4 të ekzekutuar. Mbas 1 muaj, neve nuk dinjim gjë që kishte ndodhur revolta e Spaqit. Mbas 1 muaj, vjen shefi i policisë asaj kohe po Gradecit dhe provokon një mbledhje në Starov në sallën e leximit asaj kohe. Thresin babajin bashkë me një motor. Unë punonja në fermë. Babajit edhe motra Suzana ka qenë vetë me babajin në sallën e leximit. Shefi policisë bashkë me sekretarin e partisë së asaj kohe japin sqariqin që ishte më nxyrë për ne. Trupi gjykus special që u krijua në Spaq ka ekzekutuar dhe ka dënuar me vdekje Dervish Enver Bejkon. Dhe i thotë, ne partinë e kemi të fortë. Ngreu Enver, ka ndonjë nga familja këtu? Ngrihet në këmbë dhe i thotë, thuaj të roj partia. A i thotë, djali im është i pafajshëm. Ul kokën, e merr motra ime Suzana që është këtu në Tiranë sot, dhe del vete në shtëpi, nëna ime përpëlitesh, e motrat ishte një gjendje kaosi, e kini parasysh një gjendje e unë kam qenë në punë, nuk di një gjë, punonja në fermë. Dhe sa ta marri vesh nga të tjerët, vjen babaj dhe më thotë mua, kështu ka ndodhur, thotë. Po nuk e mendoj sepse ka qenë dhe Sherif Merdani atje. Nuk e mendoj mos janë narratisur, për të më lehtësuar mua, po kjo ishte e vërtet. Me gjithse 1 muaj me vonesë, na i thanë, ishte e vërtet. Na detyruan të mos visheshin nena dhe motra me të zeza, sepse ajo është armik i popullit. Ne qanjim me veten, dhe mbas 3 ditësh na urdhëruan që të dilnim në punë, jo me të zeza, sepse armiku nuk qahet. Mbas 1 vit e gjysmë, babaj ditën që mbushi 60 vjet, nuk e dyroi dot këtë dhimbje kaq të madhe dhe vdiq. Do të them dhe këtë. Babaj në atë kohë u është varrosur nga të afërmit e mi, nuk në lejonin sigurimsat. Fshati nuk në dha edhe varmisit për të mbuluar babajin, por e kemi varrosur vetëm me 20 vetë dhëndurët dhe ato të afërmit ne që ishim. Dhe njerëzit kishin frikë dhe iknin sepse ishte një terror i paparë. Të them të drejtën, nga që ishim e vetmja familje në 73-shin që u ekzekutua vllai dhe ne shiheshim sikur kishim ta kthashur lebrën, nuk na afroshte asnjëri, ishim të izoluar totalisht. Çfarë kishte ndodhur me ekzekutimin e vllait? Në vitin 93-94, sepse përpara nuk bëshe fjalë të vinje të kërkonje, sëse nuk jepshin as të thoshte njeri dhe s'kishe guximin të thoshe për këtë punë. Kam
vajtur vetë dhe kam kërkuar 1 muaj për të gjetur eshtrat. Kam vajtur në Spaç, kam takuar njerëz, kam vajtur në Rëshen, nuk kam fjetur, kam kërkuar për këtë punë, por nuk kam mundur të gjegje. E vërteta është kjo që Jemin Gjana më ka ndihmuar duke u futur në ish ministri asaj kohe Agron Musaraj, dhe me ndimin e Agron Musarajt dhe të prokurorit asaj kohe u futa në arshive dhe kam gjetur dosjen e Dervishit, të etusisë, të dënimit dhe ridënimit në Spaç, se u ridënua me pushkatim në Spaç. Nga hulumtimet që kam bërë dhe nga kërkesat e mia, janë sjell me diagaç në Rëshen. Në Rëshen në atë kohë ka qenë prokurori i rrethit të Rëshenit, Zev Deda, ka emrin e atij aktorit, mos e ngatrojmë, të Shkodrës, po atë emër ka, se më është ngulitur në mendje kjo. Në atë kohë ka qenë në Zëjmen të Lezhës, e kam takuar, bashkë me 2 kushrinjtë e mi, ka ardhur dhe më ka thënë që i kemi pushkatuar këtu te ura e Fanit. Unë dhe bile për Cezerbalin tha, e kam bërë me gabime dhe kjo ishte e vërtet, sepse unë e kisha marrë për Cezerbalin nga arshiva, e kisha përpara dhe ishte e vërtet. Këtu nuk i njente. I kam pushkatuar këtu. Ai tuaj tha ka qëndruar burr bashkë me Pal Zefin. Përsa tjerët i kishte marrë, duket i kishte marrë plumb i mirë ata dhe nuk kishin vojtur. Gojdhenat janë 2 versione. Një version është në ura e Fanit, versioni i dytë është mbrapa kinemas të Rëshenit. Kjo është Gojdhen, nuk e kam të saktë. Në arshiv janë këto të shkruara. Ja ka dorëzuar Qemal Shehut trupat të 4, i kanë hedhur si berrat më falë në diagaç dhe po me këtë diagaç kanë ikur në Tiranë në Ministrinë e Rendit asaj kohe në Tiranë. Me urdhër me indeks 7 të shkojnë për morgun e Tiranës. Me qenë se ka qenë ora e papërshtatshme, unë kam vajtur, kam parë dhe në morgu dhe kam gjetur shënimin. Kufomat me indeks 7 që vinë nga Spaçi, nga Rësheni vinë atë kohë, po të Spaçit, mbasi morgu është i tej mbushur, nuk mund të mbahen me. Atëhere rikthehen prapë në Ministrinë e Rendit. Me një urdhër të dytë të zëvendës ministrit të asaj kohe, kalojnë për kriminalistikën ligjore ortopedike dhe këtu fillon tragjedia me madhe jone, që si gjejmë eshtrat. Në vitin 93-94, nuk më kujtohet me saksi, bashkë me Hakis Latinën, Mandelën e Pogradecit të asaj kohe, unë kam qenë sekretari shoqatës në atë kohë, ajo ishte kryetar, por i njifte të 4, sepse kishte fjetur 1 vit me Bicullin, Biculli quhej Skënder Daja, zotëri, dhe Dervishin e njifte se kishte po nga Pogradeci, dhe i njifte të 4. Vim, kriminalistikën, ligjore, ortopedike, është një ndërtesë mbrapa infektivit, mos gabohem. Këtu të spitali? Këtu të spitali. Në vitin 93-94, shkoj me Hakis Latinën bashkë me 2 kushrinjtë e mi, futem aty me urdhër nga prokurori i përgjithshëm që ka qenë në atë kohë dhe me urdhër e ministrit, na lejuan. Në atë kohë ka qenë Sazan Gabriani, nuk e dia është as është sot, përgjegjësi asaj kriminalistikës ligjore. Këta ishin futur, këto kufoma ishin në një pus të thellë 15 metro, mos e gaboj, nuk e di me saksi këtë, po e them 15 si shma thanë, Gojdhen është kjo. Dhe këto kufoma u nxuar në 4 krevat të ndryshëm. Ishin të mbuluar me një qarqaf. Çfarë ishte ky pus? Pusi ishte me naftalinë. Dhe trupat ishin të errta tamam si këto të zezat që janë këtu. Dhe nuk pra mbashin trupat për efekte mësimdhënie në këtë godinë. Për mësimdhënie që mësonjën studentë mjekësisë. Kjo ishte kriminalistika ligjore ortopedike. Tashti unë vëllajin, kur ishte ushtar në BU, ka qenë se në BU ishte atere, kishte bërë një spirancë në Kraun e Majt. Dhe nuk shëgonja sepse aty e mund të tradhtonte vetvetja. Por unë shëgonja gjithmonë Kraun, duke pasur parasysh spirancën që kishte bërë vëllaj këtu. Por në atë kohë, Zoti pandi, ADN-ja nuk ekzistonte. E dyta, nuk e di si jam ekspert, për naftalinën nuk mund të flasë efektin e naftalinës dhe a mund të qëndrojnë trupat 10-20 vjet atje dhe efektin e naftalinës që mund të dukesh ose mund të shpërbënte spirancën. Pra këto trupa që u nxorën, sa vjet kishin në këtë ndërtesë, në këtë pus? Nuk mund të them me saktësi,
se a ishin këta, a ishin të tjera, ato ishin me nga një plumë në balë dhe ishin dhe plumba në trup. Dhe kishin vite që ishin aty. Dhe kishin vite që rinjin atje. Tashi nuk e di se që shberë, por as vëllai im, as një nga këta të katër, sepse unë mirë mua mund të më të radhtoj memoria ose për atë moment emocionet e të gjitha. Hakis Latina i njifte të katër dhe kishte fjetur 3 vjetë bashkë me Bicullin dhe i njifte shumë mirë. Edhe sot nuk i kemi gjetur eshtrat e vëllait. Solli Pjetër Arbnori dekoratën e dervishit, sepse u dekoruan të 4 këta martirët e demokracisë të Spaqit. Fjalet e nenës time që më kanë betur në mendje janë këto çfarë i tha të ndjerit zotit Pjetër Arbnorit të asaj kohe. Ju falemderit që ardhë më bët nderin më të madh, por Pjetër t'i tha unë dua eshtrat e djalit. Dhe sot e kësaj dite ato eshtra nuk janë gjetën sa ishte gjallë dhe Pjetri nuk u gjetën edhe sot unë nuk i kam gjetur ato eshtra. Tashti unë mendoj t'ju bëj thirrje të gjithë shqiptarëve brenda dhe jashtë Deut, në qoftë se dinë diçka ku ndodhen eshtrat e vëllait tim dhe të 3 martirëve të tjerë të ekzekutuar, të më sinjalizojnë, sepse do të kem mik për tër jetën. Sa jam gjallë unë, se nena iku pa marrë vesh të vërtetën, pa i ndezur qiri, babaj iku po ashtu, unë kam betur gjallë dhe do të më çliroj nga ky makth i 30 e ca viteve, zoti Pandi. Sepse kjo më ndjek si një kambanë, do të jem mirënjohitës. Kush do qoftë ky, edhe anonim let jetë për mua, s'ka rëndësi. Rëndësi ka që unë të gjej eshtrat. Qoftë edhe ai që ka vrarë, sepse i ka bërë një detyrë i urdhëruar nga dikush. Unë nuk mund ta quaj atë përkundrazi. Kjo është thirrja ime e fundit. Zoti Agim, të falenderoj që ishe sot në Histori me Zhurmues. Faleminderit dhe juve. Ju faleminderit të gjithë. Anës rrugëve në përfusha e Lugina, çdo udhëtar i bie në sy uzina të ngritura ose në ndërtime sipër. Ndryshon kështu gjeografia ekonomike e vendit tonë, ndryshon me hapa të shpejta. Vetë ndërtuesit e veprave në kalendar të veçantë shënojnë për çdo gur, për çdo ekur, për çdo makineri që vën në themele dhe shikojnë veprën si diçka të gjallë që rritet pa pushim. Kështu shënuan ndërtuesit e uzinës së punimit thellë të naftës në Ballsh ditën e 1 qershorit, kur do të ngrinin kolonën metalike 35 metra të lartë me larta gjertani e kësaj vepre. Brigade montimit Misia Shqiptaro-Kineze kish marrë zotim punonte 100 ditë me aksion duke realizuar normën 120%. Ngritja e kolonës ishte një aksion jo i zakonshëm. U bën që erët saldimet e fundit, u përgatit çdo gjë për ngritjen e kolonës. Kolona metalike e koksit me peshë 110 ton u ngrit brenda 1 ore e 25 minuta. Uzina ndryshon kështu me orë, me ditë. Ekipi ynë i futbollit Shpresa entuziazmoi publikun gjatë ndeshjes me Shpresën e Republikës Demokratike Gjermane, e vlefshme për kampionatin europian. Futbollistët tanë patën e përsi territoriale gjatë gjithë ndeshjes, duke zbritur her pas here në fushën kundërshtare. Taktikisht tanët u paraqitën më të qartë. Topat i dhanë më të saktë futbollistët gjermano-lindor dhe zbritjet e tyre ishin më të shpeshta.
skuadre huaj kishte sulmues të fortë që çanin rrezikshëm në drejtim të portës të mbrojtur nga portieri Dinella. Me sulme të vazhdueshme të futbollistëve tanë dhe raste të humbura, u mbyllën 45 minutat e pjesës parë të ndeshjes. Në pjesën e dytë sulmet e shpresës son Savinin e dëdhësoheshin. Portieri gjermano-lindor Schneider i duhej të ishte shumë i vëmendshëm. Kundërshtari kërkon të balancojë lojën e ekipit tonë, sulmon në front të gjerë dhe këmbël të shënoi. Pas disa rastesh të humbura, në të 66 minutë Ismet Hoxha e kaloi skuadrën tonë në avantazh. Shënimi i golit i inkurajoi futbollistët tanë. U vërtetua edhe një herë se goli del në dritë pas një loje sulmi, mësim për ekipin tonë kombëtar. Kur gjyqtari sinjalizoi përfundimin e krejt ndeshjes, ne kishim fituar me rezultatin 1-0. Më 27 mars 1973 zhvillohet edicioni 45 i ceremonisë së çmimeve Oscar. Ai fitohet nga filmi Il Padrino i Francis Ford Coppolës, pjesa e parë e trilogjisë së këtij regjizori frymëzuar nga romani me të njëjtin titull i Mario Puzos. Me 3 çmime Oscar, filmi konsiderohet si një gur i çmuar në historinë e kinemas. Jeta e familjes Corleone, emigrantëve sicilian, e cila u afirmua si një nga grupet më të fuqishme mafioze italo-amerikane. Paramount Pictures, pasi bleu të drejtat e librit, kontaktoi disa regjizorë të mëdhej si Elia Kazan, Costa Gavras, Sergio Leone, të cilët nuk shfaqen interes, me përjashtim të Sam Peckinpah, i cili donte ta kthente filmin në një lloj westerni me luftë gangsterësh. Më në fund Paramount kontaktoi Coppolën, megjithëse ai u pa nga kompania me dyshim, meqense ishte jo shumë i njohur. Njerëz të famshëm si Frank Sinatra bën presion në producentët e filmit, me që në roman Johnny Fontaine ishte një figurë e frymëzuar nga ky personazh. Po kështu familja Colombo bëri një fushat për ta bojkotuar realizimin e filmit, me që akuzonte italo-amerikanët si mafioz. Por më në fund një nga producentët e filmit u takua me kreun e familjes Colombo, duke arritur një marrëveshje që fjala mafje nuk do të përdoret asnjëherë gjatë skenarit. Pasi doli në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në të gjithë botën, filmi inkasoi $1 miliard e 144 milion, gjë që ishte një surprizë për shtëpinë filmike. Më 11 shtator 1973, gru shteti në Kili, një nga ngjarjet më themelore të historisë së Kilit dhe të luftës së ftohtë. Kur Salvador Allende erdhi në pushtet në vitin 1970, shoqëria kilene ishte përfshirë nga vështirësi të mëdha ekonomike dhe popullsia ishte në nivelin më të ulët ekonomik. Presidentët kilen kishin një mandat maksimumi 6 vjeçar dhe kjo shpjegon nxitimin e Allendes për të rindërtuar ekonominë. Gjatë mandatit të tij, Allende ndoqi një politikë që ai e quante rruga kilene drejt socializmit. Një vizitë gjatë e Fidel Castros në vitin 1971 në Kili konfirmoi në një lloj mënyre tentativën e Allendes për ta vënë ekonominë kilene në të njëjtin binar. Një konflikt mes pushtetit ligjor dhe atij ekzekutiv filloi krizën dhe paralizoi iniciativën në të gjitha krahat. Në 29 qershor të vitit 1973, një regjiment ushtarak rrethoi pallatin presidencial, por ky ishte një gru shteti që dështoi. Kriza parlamentare ishte në prag dhe në fillim të shtatorit 1973, Allende mendoi se do ta zgjidhte krizën me një plebishit. Më 11 shtator, generali Pinochet, në krye të ushtrisë, mori fuqinë me një gru shteti, duke sulmuar si nga toka, ashtu edhe nga qielli përmes avionëve Hawker Hunter, një prodhim britanik.
Gjatë këtij sulmi vritet dhe Allende dhe hipoteza zyrtare është se ai u vetvrami një mitroloz që ja kishte dhuruar Fidel Castro gjatë vizitës së tij. E ftuar sot në Histori me zhurmues është një tjetër figurë e shquar e sportit shqiptar, zonja Adile Dani. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Një figurë e kompletuar e atletikës shqiptare, rekordmene në disa disiplina sportive. 400, 800, 1500 të rimish. Edhe në krosin balkanik, kena zanë vendin e parë, në Kolovgrad të Bullgarisë. Përpara se të fillojmë bisedën së bashku, të ndjekim në fillim kronikën. Të njihesh me portretin e një punëtoreje dhe sportisteje të dalluar, do të thotë të njihesh me punën dhe përpjekjet e saj. Për punëtoren e dalluar, antaren e partisë Adile Dani, në ndërmarrjen artistike të Shkodrës të flasin fjalët më të mira. Por më shumë flasin për të punimet e bukura prej kashte që dalin nga duart e saj të shkafta. Portreti i kësaj punëtoreje të dalluar plotësohet më mirë jashtë punës, në pistën e stadiumit të qytetit. Ati kjo mishtre e sportit vazhdon të stërvitet për të mbajtur me nder rezultatet që ka arritur për vite me radhë në garat 200 dhe 400 metra. Dëshmi për sukseset e saj janë 45 medaljet të cilat e kanë radhitur atë në krye të sportisteve tonë që kanë fituar më shumë medalje në garat kombëtare apo ndërkombëtare. Fiskultura dhe sporti, jo vetëm që më jep kënaqësi e shëndet, por më ndihmon që të kryej sa më mirë detyrat në sektorin që punoj. Nëse gjë. U preket. Shumë kujtime, ha? Më falni, sa medalje janë aty? Unë kam 120 medalje, 125 medalje. Edhe i keni? I kam. Do ta fillojmë si ju hyt në rrugën e sportit. Ka qenë një jetë me shumë sakrificë që bënte familja juaj. Një familje me 10 fëmijë. Me 10 fëmijë. E nënë e babë 12. Baba jem ka punu karrocier, nëna ka punu lëva pjatse, sanatorium. Vllai madh ka punu pandim fal. Ka punu kovaç. I dyti ka punu një shërkura, i treti ka punu në cingare, i katërti në stabiliment, i katërti, i pesti, i gjashti kanë kënë mas mejet, më të vësër. Unë kam hinë punë, kam vazhdu shkolla natën. Po ju edhe e vogël fare keni filluar të punoni? Punej nërtulla. Çfarë punë e bënit? Punë krahu? Punë krahojt. Kam vazhdu me punun nërtulla me vleznit e mi. Në atë kohë që ishte jeta shumë e vështirë, sa 10 fëmijë, me nane me babë, ishte në rrogat e vogla, me një karrocier, me 1700. Sa vjeç ishit? Kam kanë 11 vjeçe. Klasë 4 kam fillu, po të tush edhe në klasë 3, kret, me vleznit. Në atë kohë kam jetu shpi me qira, në Tophan. Da ta tham edhe i fjalë tjetër, kam rrit vajzën e Enver Halilit, për i ka shatë bukë. Kam shku në shkollë, 7 vjeçare, kam kënë klasë 4, me një çantë pecet, me libra i pështjedhëshe, se doshe me kene para në klasë. E më qoshin mësusat, qo Adile Dani mësim, u qoshin mësim, e moj me një vjersh, që edhe sot, më tha thuje, ishte një inspektor. E më tha thuja atë vjershen që i din ti, thash, o më i hanë që ki dalë në malë, a ki pa babën më të hanë, a ki pa në të anë, unë luftova partizan, pa e vogël që jam sot. Më tha, mu ko ki mësu, më kanë mësu i tha që prind të mi. Po qëtë punën baba karrocier, po kunë za teknik, me dy kuaj të mëdhaj, Ketin e Korbin, po nana në sanatorium, që e kena qujtë rruka a vojtjeve, që është sot gjykata, në Shkodër. Tha, ti shkan e mërë nanën, po i thoshe unë. Po nër 10 fëmijë ti shkan, po i thoshe unë. Po
po pse? Kanë dashtë ma fartë, kanë privilegju ma shumë. Pse kam kënë ma shpejta në shpi. Qoshin vleznit me blej paket cigare Partizani, që ka ba 18 lek. 2 lek më falshin. 2 lek shkosh e blej sheshe që gjatë. Me më dhanë forcë. Po qa u bë shkas që të fillonit sportin? Shkas u ba fiti dizdari. Një kras që u ba pre shkollës. Pete Gjamia Garucej dherë të shkolla 7 nënori. Ato që ja kam rritë fminin. Bana një kras 300 metra. Dola para. Më thiri zët një feti në atë palestrin e vogël të Shkotës 7 nënori. Ishte edhe Maria Ranzi, mësuse fiskulturet. Tha zët një fet, tha një kja ka prirje, Maria Ranzi. Tha di, tha se e njaf, tha se e bia ku jeshtë, edhe korrent, tha. Kam kujshi, tha, Marie. Ma so ban pishman, tha. Tha pa i napi mi ta tuta, edhe ta pal kuc. I mora kuc, tuta të i qova shpi. Fula me baben. Kisha dit me baben tëm. Tha baba, tha, në gjitha, tha, dili, tha, na ti pashkan, tha. Po si pa i thumë Muhametit, vdhavt madh, sa ishte maj madhej. Baba në pun ta ditën. Edhe kënë pun, Kovac, pa, kishte i fije. Autoritet. Autoritet maj madh, se vlaj madh. Motrën e madhe kishim martu heret. Kështu Shkodranti kanë martu varzat heret. Edhe më thët, ke me shku, thët babë, thët. Pa do të shkuj me herë të zët një feti, kuj ke vjedh të kuc. Edhe pantalonat. Edhe unë shkreta, unë njësa, ka dal të zët një feti. Kërsa asim derë, hajde byrim, thët, zët një feti, me i derë draset me qeket që ka kena të ku, me reze. Thët zët një fet ka marrë, thët, me motrën teme, me Adilën, thët. Qa ka bon, thët, kuj ka marrë dhe? Ja kam dhanon, thët, se nesër kena një kros, thët, në stadion, thët. Qo se ka prirje, thët, ka mu ba sportiste. S'ka prirje, thët, ka me arë shpit prap, se prap. A i erdhe, të dy, faliminderë zët një fet, nga bën halal se e kena në Shkodrant, edhe unë nisë me ka dalë për shpi. Më thëtë mu, vlajma, thëtë, perimen thëtë dhe mu ba sportiste ti, po kusht len me i ty, thëtë, tu a feja në kam, thëtë, pa thëjnë e bje zëvërdanit, po. Tha që hajtë në s'ka gjë, pa bisedaj me babin. Baba që, fetar pa perimtar. Tha, letë shkojnë, tha, 10 fëmija është, tha, këtë dalin, tha, si dënë, tha. Këtë dalin sportiste, në që se ka mend, mirë, s'pët mend, tha, për vedi e ka. Atë ditë shkova stadion, ma ata këpuc, ma ata pantalona, atë ditë, jam bërë rekord mejne. Shoqet më kanë dashëm, kam pasi respekt veçant, nga Shkodra, si në Korç, në Tiran, më kanë hafru shumë. Me tanë kam pas një respekt më. Që atëre ju filluat të stërviteni normalisht, për ditë? Normalisht. Kam shku në Rtulla, ma për pare se me fol, kam shku në Rtulla, nuk më la baba me shku. Ta kush në ashtërën Tullat, erdhe i zët një feti, e Hifzi Kotri nuk jetojnë të dësat. Edhe më vjen keq. Për ata dy, më tha mu, ke me ardhë me i dili, se më kanë thirë dilin në shpi. Ke me ardhë me i dili, ke me u bëj një sportista e mirë, tha zët një baba jem. Tha zët një feti, zët një fet, a marim? Ja, thët se s'ka kush me në ashtru Tulla, thët, kja bën 3 rrugë, ta më bën ka 1 rrugë. Se ishte kalep i 20 kilesh. Një kalep dëraset, i qamë për midis, mi barë në barkë. Me buke, pa buke, një ashtu kena jetu. Tha baba kem shtërën shumë, tha, dhe nuk mune me të dhanë. Zëberaga i thët, nane. Kena në pikë thët, edhe pa marë. Pa përvoj me dhe atje. Ika me palë pantalonat shkurta me një kanatjere, edhe një fanel pa mukët. Ishte Spartakiada e parë që mershe pjesën në Vlon. Nuk ishte autobuza, veç kamjen kena shku, fiti dizdari, Hifzi Kotri edhe unë. Thote kja pa na lodhet, ma kja dyki, pa na cofë në rrugë, e dopt, 34 kile kam kënë fmi. Thët hajtë në mërzët në feti, na nali e me skot,
të deri të thëtë, nuk mund të shkaj mane. Thëtë zëtë një fetja, ka kun me hongër bukti napi, misajt e angim barkon. Thëtë hyzia, pa nalim që ose ka mirë. Unë nalë me më dhane në bukë. Ja të thë që bukë zdu pa du ujë. Ujë, kamjan dhe në vlonë. Ishin basketbolista, volejbolista, tonë rrethet e Shqipnisë. Edhe unë aty, me këta. Shkova atje, thojnë mu ke me nga vrep. Po unë zdishe, si me nga vrep, si kena mu sjell, se s'ma kishte spjegu. Shkojmë stadium. Shkojmë në stadium, të zëtë një feti ke me bë 400. E sa gjiro është 400, zëtë një feti. Një gjiro është 400. Me këpuc leta, Lumturi Markola, Shaqenika, Gjamalie Kavaja, Olimpi Moçka kishin këpuc me thuma. Unë me këpuc leta, dola e para. Ishte hera parë. 800 ishte 2 gjiro. Thët keme bon, thët edhe 800. Pa ka në zuje më zëtë një fet me bo 800 2 gjiro, i thamone. Pa të pa shofim, pa bëm prove hera, më najna pa bajmë. Edhe në 800 dola dyta ishte rekordmene Lumturi Markola. Mujta Shaqenike, në Gjamalie Kavajen, atë pa ta si frikë. Nuk më lërgë pa ta si frikë, sa rekordmene, më duk gja ma dhe fartë rekordmene, të të zëtë një feti, a pa të forcë, po i thash, pa ta forcë, pa ta frikë, sa është rekordmene. Po i po. Thët jam maja dile, të kishe ban, thët e kishim marrë pikë, thët kishim zanë vendin e parë. Pa ka me ba i garë tjetër. Një mish, ka me dole para, pa mirë pra. Shkumen, kena fjetë në kabinat e hotelit, atje poshtë jetë u jiftoft, ku ka kënë ma për para vjetra, në vlonë. Të kampet e pionerve, në thëtë mu, thëtë një gjata shkeme fjetë, thëtë ja me këta 2 shoqet, keme fjetë në vejde, thëtë. Pse keme me fjetë mirë regjim, thëtë. Buka ki hangër, papa i thëtë që kam hangër. Ishin mencat poshtë atje. Shkova hangra bukë, më dhanen e diqa ma tepër. Kështu vazhda jeta sportive e jenja. Tërse s'kishte gërmëllëm në atë kohë. Vetëm për futbolista. Për ne sportista s'kishte, për ne atlet. Më qëjtë konvikti Safet Spahia, i thëtë asaj kujdestaris me feti dizdarin, thëtë një kësaj kemi me dhënë gjithë, sa atër konviktet kanë pas gjithë shumë atë mira, kemi o dhënë me hangër. Ishte konvikti pedagogikës. Saj kemi me dhënë 2 ushtime ma shumë. Po qa është kemë është zëtë një feti, thëtë aja, kujdestarja Maria. Thëtë qakja, kjo një kamë, ka një rekordmene e Shqipnisët, e mrekullueshme. Kjo pa të sofën kamë, thëtë s'ka gjatë, thëtë nipi me hangër, thëtë. Për ditë, njatë rrugë bashe. Shkollë, Safet Spahia në stadium Shpi. Trajtimi i sportistit ishte kjo? Trajtimi jem. Futbolistat i kanë trajtu ma mirë se ne. Me folë drejten, se ka kanë gjithmonë futbolin kry. Vëmendja e gjithë aty. Tanve, një vëmendje që e ka pas futboli, nuk di me thanë. Vazhdova. Ndërko, ikët nga ajo ndërmarja ku punonit me tulla? Pe tullave. Ka ashti zëtë një feti më dhajna. 15 vjeqe kam hinë në artistike. Edhe kronika që pam, bën fjalë për periudën kur ju keni punuar në artistike? Kur kam punu në artistike. Kam punu në artistike atje. Punëtorja ma dalume. Punushe shumë, me thanë drejte, me që pare në shpi. Thote baba, sa norma ki ba sëtër? 2 norma. Pa ki marrë në një me punu edhe në shpia, pa i thoshe. Pa të kontrollojnë të dera, na kontrollojnë të dera, pa mu nuk mbajnë zanë. Punushe pesoshe. I fillova, ka dal. Çfarë bani mend nga këto aktivitetet dhe ngjarjet e rëndësishme sportive, kur ju keni shkuar jashtë shtetit, ose kur keni pas kampionate? Kam bë një cross në Shkodër. Atëherë ka kënë fanatizëm. Bëna një cross në Shkodër, 1000 metra. Shangaj, që i kena pa thonë atë ka këni kafe Shangaj, Sarreq, Gjahadal,
Pja shkolla pedenalia sot, shkolla fakulteti juridiku anë që ja bëtë sot. Paruc, që ka kënë paruca vjetër, atër s'ka kënë komiteti partisë në atë kohë, kënë shpijat vjetëra. 2 shkodrane me shamia, vjetëra. Shifa e bia Zëberdanit ka lujt me shkodal me brek qkurta. Unë i shqyqova njofta se ishe kushi, vazhdova garin dola para. Me thonë drejten në ekip kombëtar kam lënë mresat mira. Kanë grumullu vazhdimisht. Përgjegjës i sportit atletisë ka kanë të letë Vërzëvolli, i mrekullueshëm. Kam pas trajner Sokol Morinen, që kena zonë vendin e parë në Kolovgrad, Bullgarisë. Për mu, unë hi edhe dalë edhe sot, është si një vlla. Të shpia ti, hi si motor. Kam hi dati përmendje, edhe të Beqir Balluku. Me fëmijët e ti kam kënë shok, kanë dashëm. Ka pas fëmijë të shkëlqyshëm. Çlirimin, ladin, lulen, dritën tanë. Ju ka lidhur sporti? Ka lidhur sporti me ta. Edhe më kanë ftu, vazhdimisht. Kanë dinamovit, kanë të mrekullueshëm. Edhe 17 nënori ka pas të mirë. Me kurçartë kena shku mirë, edhe më kanë dashëm. Kam bën një aktivitet të kisha shen për kopit, ishte për me shku në Kolovgrad, Bullgarisë. Ishte Lumturi Markola, Olimpi Moçka, Diledani, Elizabeta Muça, Dërsakja. Ba me krosin, ku i kanë lumi atje që është dhe sot, liqeni, janë dashpia, o hesa shumë duke që janë ata shpi Davila, kanë gjithmonë atë, për e atë, për të i kishet. Dola para, në thrasin, Lumturin, mu edhe Elizabeta Muçën. Ju të rria, thët, keni me shku, thët, Bullgari, me konkurru 1000 metra kërës. Ishte rekordmenja Vera Nikolic, rekordmenja Boc, ka bat 800-400, më ka taku 2 herë me nga vrek me të. Që kështu dol me vend parë. 3 shqiptare, minit me flamurin shqiptar, hera parë, që ngrihet flamurin shqiptar. Në gjvit ka qënë? 66. Pero Rovina më ka shkru një artikull, një shkodrane e vogël, bani një sport madh. Shkodrane e vogël, si ju quanin këto rivalet tuaj të ekipeve tjera? Qimer. Mirë, aty thuhet që ju keni qenë dhe antare e partije. Pa. Kur pranuat që të kandidonit për në partije? Për parti nuk kam kënë hitë që herë aty, kur më kanë thirë mu pranuar antare e partije, që kam kënë me sport. Që shto e kanë qu testen, ma kanë qu në shpi, je pranuar antare e partijet. Më nëjmë, më ledhje herë shkoshe e në shoshe se ishe me sport, më i fillohet dzuna këtë burin që kam sot, e kam marrë me dashni, unë musliman, a i katolik. Ku njohët me të? Po në artistike. E njoftatë, djali pashën, i mirë, më pëlqej, e pëlqeva, fjedhume, 3 vjetë kam bërë dashnimet e, apo më rëspat mërë, e folë drejten. Si që ka qenë koha atëre? Sa muslimane, katolik, ka babuj, unë sportiste pa, në atë kohë ka kënë një zanë që sportistet kanë kënë pak, që edhe pina hargji ka pas, musliman, e vetë katolike. Edhe unë katolike, muslimane. Që kështu kina pas feja ka kënë diminuse në Shkodër. Jetë e fështirë. U martume, pa në fmi, ma në imë thirën. Më pa diti dikush që ka, është i prekon, pa prifta. Ka pas 2 djemteze shprifta. Bashorti? Pa. Domlovic Këqiren, që është i vdekun, pa Dërvitër Volen, atë tjetëri nuk e majmen se e ka përshkatu qeveria. Kë ka kënë internu. Më pa ditën,
ishte fotoqami sekretari parë në shkolla. Thonën keme shku, mu përjashtu be partije. Se i thash që kam ba, ke marrë burin i përzekutu. Shkova, hina mren, thanën tia di ledani, po, që janë në zyre mu, kalablek, ta në antarë partijet aty, ta në beroja, se thojnë ta, beroja politikës, Shkodër. Fotoqami me gjaket krave, kryt venet, tjerë të resht. Thot tia di ledani, ke marri burë përzekutum. Dashnia i thash nuk pyt, a ka ken i përzekutum, a ka ken i përzekutum, dashnia. Unë kam kene re, a i ri, jena njoft, e kam marrë, mëna unë kam kene sportista, unë fetë kundër, a i fetë kundër që kështu, kena heke fije. Më tha mu, a danë partin, tha, a danë burin. Tha që partin, tha që du burin se kam fmit, si kam e lanë burin, i tha që. U që Zina Franja, e para, si më ka njopë, se ka punu me vleznit e mi, me nanën teme, më njifte mirë, i tha, fotoqami, i tha, kja është një familje, tha, shumë e mirë, punëtore, e vujtën, prandaj ka një familje me karakter të fort, pse mi përjashtu? Që ka ba? Se ka njoftë? Unë, tha, del jashtë, dola jashtë. 3 herë hina mrenë, si hina dola, më përjashtune. Masim përjashtunën, tha, në gjithë, të dera. Tha, keme shku, tha, në mledhe gjithë. Tha, që asë jam të shku, i herë këni përjashtu, e mirë o pafshim. Tha, ti që ke bërbil nga goja. Tha, goja nuk është vetëm për me hangër. Goja është me fol, vesht janë me një, syt janë me pa. Qa ke i maru, tha, ti, tha. Një shkollë natet. Tha, hajde dhe herë më thire, ula dhe herë në karrikë. Tha, si e mësu se fiskulturë e tjaj, punëtore. Qa ke punu? Qatë ka punu baba? Qatë kanë punu vleznit? I thash, tanë punëtorë, hamal krahit. Del, tha, u dha malë, mire o pashim, i thash. Unë njësa shkova shpi. Tha, burri, qatë thanen? Përjashtunen. Që i the? Mënaj, nuk du me dha në emna, njena ishte drejtorish e jemja, kishte pas dajen inxinjer, politik, edhe drejtorish, edhe unë ja përmema. Atë, më shikej. Thash, sa janë këtu, i thash që kanë pas, i thash. Tu ke gjemë trektarsh, që janë komunista, ke trektar të mesim trektar, pa të mesim, i thash këtu, që kanë pas edhe flore në shpi, unë s'kam pas flore, i thash në shpi. Edhe dola. Zina Franja nuk e harraj kur, o që e foli fjallë, po janë matë mira. Pavarësi se ka kënë komuniste, për mu ka kënë një gru që im doli zët, ato se ishe femin. Të femin atjera zbane në zanë, se si pytë të kush, sa atëherë, a që një e kanë mëllgojnë në tanë. Atëherë s'ka gudzu kushme. Me gjitha te, ju përjashtua? Tanë, më nëjna më kanë përbuzë. Në që kuptim? Si me kënë edhe klesume, si e nëtërnume. Ju vazhduat punonit në artistike? Kam vazhdu me punu në artistike, ma nëj kam ikë pastruse në setot. Edhe aty kam kënë punëtore e mirë. Sa herë janë dash probleme, më kanë dash probleme, atë se më haj. Ma nëj më kanë që dëzhur, roje. Edhe aty më kanë dash probleme. Ka kënë drejtar Gjevalin Kolombi, më ka një mu. Në që vit ju përjashtuan nga partia? 77-ën, që kam një më fëmijën e parë. Ju e kishit lënë sportin në atë kohë? Në atë kohë kam lënë sportin. Në Shkodër, si sportiste, ju kanë respektuar gjatë periudës që ju, si të thuash, ju përjashtuan nga partia? Ja, edhe sot e kësaj dite s'naftojnë, që kena i këtë festa, kena i të, asë një shkoderane, asë edhe një.
Unë jam vetë një shkodroni që jam mjeshtër e merituar me sportit. Bëhet fjalë për drejtuesit sportiv, Sportiv. jo për qytetarët shkodroni. Ja, qytetarët në rojnë tanë. Ku më shofin, jeshnosh, ku ki kënë të vite, që s'të kena pa. Edhe sot e kësaj ditë, më respektojnë. Zonja Dilet, falenderoj që ishe sot në Histori me Zhurmues. Faleminderit shumë, edhe për josh. Gëzohem shumë që kam ardhur këtu. Jetë e re kolektive e fshatit ton, solli ndryshimet mëdha jo vetëm në strukturën shpirtërore të fshatarëve, por edhe në pamjen e jashtme të gjithë katundeve tona. Fshatari ynë jo vetëm punon, por edhe jeton kolektivisht. Ndërtimi i shtëpive dhe vatrave të kulturës pranë çdo fshati merr një rëndësi të madhe jo vetëm sepse ato janë vende për argëtim dhe kalimin e kohës lirë të kooperativistëve, por janë vatrat vërteta të ideologjisë së partisë. Në masën e madhe të ndërtimeve të fshatit, shpesh janë bërë edhe gabime. Në ndonjë rast stallat e baktive janë vendosur shumë pranë shtëpieve të banimit, kurse ndërtimi i tyre duhet bërë në një distancë optimale nga qendra e banuar. Suksesi më i madh i fshatit ton është padyshim elektrifikimi. Fshati socialist shqiptar me dritën dhe energjinë elektrike tani mund të mburret para fshatit të çdo vendi borgjes apo revizionist. Por energjia elektrike tek ne nuk përdoret vetëm për ndriçim. Ajo në radhë të parë përdoret për futjen e industrisë në bujqësi. Klasa punëtore, duke dhënë kontributin kryesor në elektrifikimin e gjithë fshatit shqiptar, bëri të mundur që në jetën e fshatit ton të futen elementet kryesor të industrisë që i nevojiten një bujqësie të avancuar. Dore e fshatarit ton tani nuk dit përdor vetëm parmendën, por edhe traktorin. Ajo tani dit të drejtojë të gjitha mjetet dhe maqinerit që punojnë me energjinë elektrike dhe që kontribuojnë në modernizimin dhe mekanizimin e çdo dege të ekonomisë së fshatit. Për një grusht krip, fshatarit i duhet të shkonte deri në qytet. Tani dyqanet i plotësojnë të gjitha kërkesat e tij. Rrjeti artizanal ndihmon në kursimin e kohës punës të u shërben më shpejt nevojave të kooperativistëve. Kurse ndërtimi i lavanterive dhe futja së rres në fshat lehtëson gruan nga punët e përditshme. Qerdhja dhe kopshti kanë hyrë tani në marrëdhëniet e prindërve dhe fëmijëve fshatar si element të përditshëm e të domosdoshëm të jetës së tyre. Dikur fshati ynë kishte më shumë analfabet se sa drith, ndërsa tani të gjithë fëmijët mësojnë në bërshkolla të pajisura me salla dhe laborator, ku zotrimi i shkencës nga buqet e arshëm
është një kusht i domosdoshëm i fshatit të ri socialist. Në qendër të fshatit kemi terrenet sportive ku të rinjt dhe të rejat kalojnë kohën e lirë dhe kaliten fizikisht. Ndërtesa e spitalit, e ambulancës dhe maternitetit tani janë brenda në zonën e banuar të fshatit, kështu që shërbimin e nevojshëm mjekësor, kooperativistët mund ta marrin në çast. Grumbullimi i fshatit në një vend krijon mundësinë e shërbimit të rregullt postar dhe telefonik.